Në prag të festës së vitit të ri, krerët shtetëror kanë përcjellur urimet e tyre për qytetarët, duke shprehur shpresë për paqe, stabilitet dhe mirëqenie. Ata kanë theksuar rëndësinë e unitetit, solidaritetit dhe bashkëpunimit për përballimin e sfidave, si dhe angazhimin për reforma, sundim të ligjit dhe zhvillim ekonomik, me synim një të ardhme më të mirë për të gjithë. Presidentja Gordana Siljanovska-Davkova në urimin e saj ka shprehur dëshirën që vendi të bëhet pjesë e Bashkimit Evropian, duke synuar një shoqëri të bazuar në sundimin e ligjit, demokraci, prosperitet ekonomik dhe një mjedis të shëndetshëm. Në planin e brendshëm, Siljanovska-Davkova e vlerësoi vitin 2025 si një vit të fillimit të proceseve kyçe. Bezbednosna politika beshe. Në vend, viti 2025 ishte viti i fillimit të reformave në gjyqësor, hapjes së betejës kundër krimit dhe korrupsionit, krijimit të një strategji kombëtare zhvillimore, vendosjes së partneriteteve të reja strategjike në funksion të reformave ekonomike dhe të tjera, ofenzivës infrastrukturore, zgjidhjes afatgjate të çështjes energjetike, si dhe zgjidhjes sistematike të bashkëpunimit me diasporën. Shëndet, paqe, mirësi dhe dashuri ka uruar edhe kryetari i Kuvendit Afrim Gashi. Ai tha se kuvendi ka shënuar avancime të dukshme në transparencë, digitalizim dhe në forcimin e funksionit mbikëqyrës. Në urimin e tij, Gashi theksoi se përparimi i qëndrueshëm nuk lind vetëm nga proceset dhe reformat, por nga uniteti, pjekuria për të ndërtuar konsensuse dhe nga besimi i ndërsjellët. Samo koga stojime zajedno, vetëm kur qëndrojmë së bashku, me respekt dhe vullnet për të gërshetuar dallimet, si dhe me përgjegjësi ndaj shtëpisë sonë të përbashkët, mund të ndërtojmë një të ardhme më të drejtë e më të ndritur për të gjithë ne. Në vitin e ri, ju uroj shëndet, paqe, mirësi dhe dashuri në çdo familje. Le ta nisim këtë kapitull me zemër të hapur, me shpresë të pazbehur dhe besim në potencialin ton si shoqëri. Ndërka që kryeministri Christian Miskovski vitin që po vjen e sheh si vit të realizimeve të dukshme të projekteve që janë në plan, ai premton investime të reja dhe zhvillim ekonomik. Akcent беше ставен на правната държава. Me të drejtë mund të them se 2026 do të jetë viti i lëvizjeve dhe një vit transformimi, viti rritjes me realizim të projekteve domethënëse infrastrukturore, viti përforcimit ekonomik me investime të reja, mbështetje për ekonominë dhe hapjen e mundësive për punë dhe zhvillim, viti stabilitetit politik në të cilin institucionet do të funksionojnë më qartë, më me efikasitet dhe me përgjegjësi. Urime për vitin e ri 2026 kanë përcjellur edhe figura tjera të jetës politike dhe zyrtar të tjerë shtetëror.